Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, me të vërtet Zoti Madhreshëm e ka nderuar dhe e ka privilegjuar njeriun, e ka zbukuruar me mendje dhe dije, dhe pastaj e ka obliguar me një mision të shenjtë që bardh me vete emanetin më të madh të mundshëm. Njerëzit e mirë, njerëzit e mençur kanë bët pamundurën që në jetën e kësaj bote të qëndrojnë besnik udhëzimeve dhe porosive të Zotit Madhreshëm, sepse ato kanë për qëllim me rujt njeriu nga devijimi dhe m'ia mundsu njeriu me krye emanetin për cilën ka ardhur në jetën e kësaj bote. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në vazhdim të temës tiparët e shoqërisë ideale, sot me lejen e Zotit të Madhreshëm do ta përmendmi një cilësi prej më të mëdhajave që mund ta posedon njeriu. E ajo quhet emaneti. Të dashur vëllezër, kjo fjala emanet nuk është vetëm fjalë goje që e thot njeriu për dalë prej situatave të ndryshme, por është një marrëveshje që e man peng njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe se nëse referohemi Kuranit familjarët, fjala emanet është prej fjalëve më të rana që i ka përdorur Kurani familjarët. Dhe është prej përgjegjësive më të mëdhaja që mund ta merr mbi supën njeriu në jetën e kësaj bote. Emanet, për mos me zgjanu temën sepse është temë shumë e gjatë, po e them vetëm sa për mësim. Emanet, të dashur vëllezër, konsiderohet gjithçka që Zoti i Madhreshëm e ka ngarkuar njeriu me të. Gjithçka që i ka besuar Allahu njeriu. Allahu ja ka besuar njeriu jetën. Ja ka besuar halalin dhe haramin. Ja ka besuar të mirën. E njeriu pra është përgjegjës dhe mban përgjegjësi për këtë emanet. Të dashur vëllezër, nëse referohemi fjalës emanet për me kuptuar për çka po bëhet fjalë, Zoti i Madhreshëm po thot, sikurse me pas zbrit këtë emanet kodrave, qejve e tokës, do të ishin shkapërderdh për pamundësisë për ta bërë këtë emanet mbi supe. Në surën Ahzab Allahu ka thënë: "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-bayna an yahmilnaha." Thot na këtë emanet ja kena dhënë tokës dhe qejve, mi po s'kan pas kapacitet me bërë toka dhe qejve emanetin. Thot ja kemi dhënë njeriu, innehu kana zaluman jahula, e ky njeri nga njerëz sa i padijshëm, sepse si shkon mendja me kuptu se çka bart me veti. Dhe s'mund me analizu se me çfarë përgjegjësie do del nesër për Allahut xhelle wala. Të dashur vëllezër, emanet është Kurani familjar mbi supet tona. Emanet është jeta. E pastaj emanet është diçka që na beson dikush këtë dunja, e na duhet me quhet emanet në vend. Ku kemi fjalën tu, të dashur vëllezër, Zoti i Madhreshëm na thon Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar, "la takhunu Allaha wa rasulahu", mos e tradhtoni emanetin e Allahut dhe të pejgamberit. "Wa antum ta'lamun", dhe t'jeni të vetëdijshëm se çka ndodh nëse tradhtoni Allahun dhe pejgamberin. Kjo jetë ka zbrit me vetëdijsu njeriu në raport me Zotin dhe me pejgamberin. Sepse nuk kanë memrim brigjet xhenetit ata të cilët kanë luajtur me emanetin e Allahut azza wa jall. A kjo dunja është shumë e thjeshtë, për faktin se jetojnë shumë krijesa këtu, kalimtare. Ndërsa xheneti është i përjetshëm, në botën e përjetshme nuk bëjnë pjesë ata të cilët kanë shkel mbi emanetin e Allahut xhalla wala. Të nderuar vëllezër besimtar, shkelja e emanetit është piknisja e prishjes së gjithë shkafit në jetën e kësaj bote. Shkelja, tradhtia e emanetit është një prej shkaqeve që e shkatron lumturinë e njeriut
individit, familjes dhe shoqërisë. Dhe emanet nënkupton diçka që ti i përgjegjet për atë punë. Edhe ti i del hakësh asaj pune. Momenti kur ti nuk i del hakësh punën për se ne ke marrë, kjo i bje që e ke tratu emanetin Allahut azza wa jall. Njeriu e ka tratu emanetin Allahut nëse këtë dunja ka jetu pa besim. Ai ka provu me tratu Allahun, në fakt e ka tratu vetveten. Sepse s'ka ku me shku përveç se në gjykimin e Zotit Madhërisht. E ka tratu emanetin e pejgamberit ai cili ka deklaruar se i beson ti pejgamberi, ndërkohë që ai nuk e pason rrugën e tij. Edhe gjan rrugica tjera se bote. Ky ngjallet në ahiret tradhtar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj e kanë trajtuar emanetin e njerëzve ata të cilët pranojnë diçka në këtë dunjë për emanetit dhe lanë rrugëve emanetin e Allahut azza wa jall. E në ditën e gjykimit Allahu në Sirat ju thot atyne që kanë trajtuar emanetin, kthenu në dunjat dhe merrni emanetin. Unë nuk e di që ka mundësi më kthy dikush më pe urrë Siratit edhe me plotsu rrugën e emanetit këtë dunjë. Unë nuk e di që ka me pas mundësi ai krijes me dal nesër prej urrës Siratit edhe më kthy me marrë emanetin këtë dunjë, sepse të dashur vëllezër, po jetojmë me një kohë që është për mu çudit. Sa me lehtësi e pranojmë emanetin, edhe sa me lehtësi e trajtojmë emanetin. Harrojmë se kena me shku te Zoti Madhërisht, e Allahu komo na pyet për emanetin e vet. Dhe ku kemi fjalën këtu, vëllezër të dashur të emanetit për shkak të kohës, e transmeton një hadith e Abu Dharri. Tha i thash ja Rasulullah, pse s'po ma jep një detyrë në këtë dunja? Abu Dharri i ka thonë pejgamberit, ja Rasulullah, pse s'po ma jep një detyrë në këtë dunja? Pse s'po më privilegjon shpi privilegjojnë tjertë? Është të bë fjalë sikurse në punësime, që me dallavere shkelin mbi kriteret e dishmit. Me njofsi e marrin punën, kanë harru se janë të marrë pjesën e xhenemit pse bote. Sa i cili merr diçka pa hak, pa drejt, a e ka ndonë hisë të xhenemi pse bote. Abu Dharri tha ja Rasulullah, pse s'mo më privilegjon edhe mu? Tha, mu kthy pejgamberi sallam, u skuq fytyra ti dhe më mshoj në krah dhe më tha, o Abu Dharr, innaka dhaif, ti ndoshta je i dopt, wa innaha amana. E kjo shkapelypti është emanet. Në ditën e gjykimit, khizjun wa nadama, çndrohet në humner të xhenemit dhe se sonë çon këtë emanet. Mos prano diçka që s'është jotja. Ana po jetojmë me një kohë vëllezër, pranojmë gjithçka dhe lëmë emanetin më shpinës. Allahu na i dha fëmijë të emanet, na i ushqejna me haram dhe i shkollojna keq. Se kemi derdh që e kena emanet për Allahu xhallahu ala. Ne kërkojmë pozita që se meritojmë. Me dallavere marmi, edhe pastaj si hapmi hakin. U shemi pra son. Kena haru se një ditë kena me dalë në skaner para Rabbul Alaminit. E këto fjallë që ka thonë Allahu në Kur'an nuk i tërhek, sepse të fol gjykuesi suprem Rabbul Alamini. E pra në tha për nga mesam, çdo punë që ti e tradhon, emanet që ke marrë dhe tradhon, bëhu gati një ditë më përballë në urtë Siratit me gjykimin e Allahut xhallahu ala. E pasaj kime marrë vesh se sa është Iran emaneti Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, këtë fjalë emanet ne përdorim shpesh. Bilim kur des dikush na themi e kish dorëzuar emanetin, apo të vjen nërmend se edhe shpirti emanet. Apo të vjen nërmend tash me kuptues se për çka po bën fjalë. Por diçka që e ke dash shumë, edhe ka momenti me dorëzu. Se dhe shpirti emanet trupin e njerit. E për shumë emanet e tjera ka më të arani me dërzu për Allahu xhallahu ala. Prandaj e ndëruar rini, mos pranon jetën se botë diçka që ti sunë çon. Kujdes raportin tan me Zotin e Madhërisht. Se shpejt ka më të kalu kjo jetë, e shpejt kena me dalë para Zotit Madhërisht. Emaneti me Allahun është emaneti më i rëndë. Edhe nëse është në pyetje jeta, mos e trajto Allahun dhe pejgamberin. Nëse është pyetje kapitali se dunjaje, kujdes. Zgjedhemi që ndru besnik Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj për çdo emanet tjetër që beson dikush, çohen në emanetin. Çohen në emanetin sepse
Allahu ka më të marrë në pyetje nesër atë ditë ku s'ka, ku s'ban dobi as kush. Të bën pyetje Rabbul Alemini. Të ndershëm vëllezër, një argument për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çështë ka pas frikë amanetin. Pejgamberi Allahu xhalla wala. Sa ishte në Mekë, para se më bë pejgamber, banorët e Mekës kur kishin diçka me rëndësi, ja çojshin pejgamberit. Me majt pejgamberin. E kur u bë pejgamber, disa prej tyre se besuan. Edhe pastaj fillun me i bë zullum. Derisa erdhi një natë shejtani mallkun në formë të njerit, edhe i bani bashkë kabilet e Mekazve, edhe ju tha, a e dini çish përfundon puna Muhamedit? Than jo. Tha secili prej kabileve letarun të dera shtëpisë të janë ngul kanë herë thikën bashkëmine. Edhe merr fund ajet aty. Dhe fisi tita nuk lyp më hak. E janë lajmi për Gjibrilit o Muhammed. Allahu tha, këta të doptit, pa shpirt, pa njerëzillak, po planifikojnë më të myt, po kanë harru se në këtë tokë vendosë Allah dhe o njeri. Tha e ti në sabah, sante, mos flenë shtartë shpijës, po shko për Medinë. Emigron. Vëllezër e dashur. Transmetohet se pejgamberi i ka thonë Aliu, ta ti cilë ka jetu me ta, thëtë o Ali, nuk muj mirë shumë Mekën se kam një emanet që me ka thonë me kastë. Tha, ja Rasulullah, që ata që po të mysin ti pja bën dert e emanetina, tha, vallahi me ka thonë një emanet do të mja këthy emanetin. Tha se nuk shkojnë të Allah me emanet huj. Ato planifikojshin me mytë, kjo e kishte dert qysh mja këthy emanetin. Ka që është dirane maneti. Ajeti më i gjatë në Kur'an ka folë Allahu për një emanet që se manen kërkush veç Allahu Gjellewala. Ka folë për ato njerë që janë të udhëtu rrugës. E mos o Zot janë shok me zveti, edhe dikush smu dhe do me dek, dhe le një testament dhe të këthejnë familje, thuja këto fjallë familjes tem. Allahu ka thonë oju njerëz nëse të kalon emanet, qohë emanetin men. Se unë jam dëshmitari se fjallë. Pra vëllezër e dashur, sot po jetojmë në një kohë që na mësun keq të tjerët. Ata që s'dojnë xhenet, ata se ndjekin rrugën e vërtetës. Sa ato e dinë që s'kan më hisin botën e përjetshme. Prandaj bëjnë gjithçka në këtë dunjë. Të mësojnë me jetu në haram, mësojnë me jetu pa emanet, pa ndershmëri, pa vendosmëri, edhe bën çka duhet të jeta. Ne jemi muslimanë. Ne dojmë xhenet. Këtë dunjë kena me shiju, si këtë jetë. Por na duhet me dalë para Allahut faqe bardhë. E me dalë para Allahut faqe bardhë, do të me majtë men, do të me pas parasysh emanetin. Që të ka thonë Allahu në radhë parë, pastaj njerëzit dhe po e përfundoi vëllezërit e dashur me ngjarjen në Mekë. Kur u shtiru Mekja, e pat para një muaje Arabia Saudite ja tregoi fytyrën e atij personi që kujdeset për çelësat çabës. Kush i përcjell informacionet e desha po flas. Që ajo familje u kujdes për çapën edhe para ardhës pejgamberit. I kanë trashëguar çelësat e çapës. Kur e përzonën me kast pejgamberin për Medinë, mas një kohë gjatë u forcuan muslimanë dhe u kthyn në Mekë. Por kur u kthyn në Mekë, u kthyn të fuqishëm muslimanë. Ju dhashte pejgamberin. Edhe njëri prej ushtarëve të pejgamberit alayhis salam dhunshëm shkon ja merr çelësat çasaj familje që u kujdes për çapën. Se është fuqi e madhe, edhe vjen te pejgamberi me çelësa në dorë. Thotë ja Rasulullah, thotë unë jam mora çelësat filan familjes. Vëllezër të dashur. E dini që ka zbrit ajetin Kur'an dhe Allahu ka thonë Muhammed, ktheja emanetin asaj familje. Edhe pejgamberi sa i jep urdhë dhe thot merri çelësat, se Allahu peshtati çelë po thot emaneti është juve. Që 1400 sa vite njëjta familje
i merr çelësat e qafës. Nuk ka fuqi që e merr sepse është emanet i madh. Dhe ne muslimanët e majtë me emanetin fort. Në ka tregu historia islame se ushtarët musliman kanë vdekë të erujt emanetin e tjerëve. E kanë thonë njerëz po shohë vendin se të mbysin. Thotë edhe vdeksha nuk du me dalë tratar të pejgamberi. Du me rujt emanetin që me kanë Allah dhe pejgamberi. Pra vëllezër dhe në kohën pyetje jeta, emaneti është shumë i madh. Andaj nderuar rini, mos pranon dunjat diçka që s'është për ty. Në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha njani kur bëhet kiameti, tha idha du'atil amana fantadri sa'a, kur të hupe emaneti ta pritet kiametin. Tha njani ja Rasulullah, çish hupe emaneti? Tha idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi, kur çështjet i marrin dorë ata që s'janë përgjegjës për atë punë. S'ka bereqet në atë popull që i marrin dorë udhëtësinë ata që s'meritojnë. Dhe marrin pozitë ata që s'meritojnë. Tu fillu pema të volit më i madhi. Para që gjithë shka në këtë dunja është emanet, dhe unë këtu po fundoj me vazhdu në gjëman tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.